Në çdo dalje publike para arrestimit, Ilir Meta hiqej si cubi politikës, duke thënë se është çuni pazarit të ri dhe i bie më të fortit dhe fliste kundër korrupsionit të Edi Ramës. Prej 5 muajsh në burg, duke përmendur si adresë banimi i qelin nr. 5 te paraburgimi i Tiranës, Ilir Meta vazhdon betohet se nuk ka vidhur asnjë qindark dhe se kur bashkë me Sali Berishën të vinë në pushtet do sekuestrojnë e do t'i kthejnë popullit çdo gjë të vjedhur, por hartimi i listave të kandidatëve për deputet zbuloi se Ilir Meta, përveç se i pakorruptuar e i ndershëm në çdo detyrë që ka pasur, është edhe guximtar në garën për votat e 11 majit. Me një deklaratë publike groteske, banori i qelis nr. 5 Ilir Meta tha se i kishte kërkuar me këmbgulje kryesisë së Partisë së Lirisë që ta hiqte si kandidat nga lista e mbyllur e Fierit dhe të vendoste në listën e hapur të Tiranës. Gjysma e anëtarëve të kryesisë, ish ministra, ish kryebashkiake, ish drejtor që janë të lirë dhe në vila luksoze, kanë braktisur Partinë e Lirisë, nga që Ilir Meta nuk mundi t'i fuste në listat e mbyllura, megjithse hodhën miliona për të bërë deputet nga frika se do shkojë në burg, ndërsa vetë kryehajduti Ilir Meta, që është në burg, pas ka kërkuar të jetë në listë të hapur, duke fshehur atë që mendon realisht dhe ka bindje ose ja kanë këshilluar, siç duket ai e di që nuk i shpëton dot burgut edhe sikur të bëhet deputet, sepse di që do ta marrin përsëri zvarr, prandaj vendosi të mos e djeg mandatin e sigurt në Fier dhe ja kaloi mikeshës së tij Brunilda Haxhiut, të cilën e ka emëruar zëvendës sekretare të përgjithshme të Partisë së Lirisë dhe sekretare për dinjitetin e familjes. Nëse Ilir Meta do qëndronte te lista e mbyllur, do bëhej deputet e do merrte mandatin nga KQZ, por pa nisur legjislatura e re parlamentare e pa bërë betimin si deputet, SPAK do kërkonte rikthimin e tij në burg, sepse ai është i pandehur për korrupsion, pastrim parash, fshehje të pasurive dhe po hetohet për porositë vrasjesh me pagesë. Përballë kësaj rrethane penale që nuk e shpëton nga burgu, por e denigron më shumë me riarrestim të dytë, Ilir Meta ka menduar që më mirë të qëndrojë në burg deri në përfundim të gjykimit e ta trajtojë veten si i burgosur politik. Pra nuk do që të marrë mandat deputeti sepse nuk ka imunitet pa prekshmërie, por edhe sikur të kërkoj mandat, një monster si Ilir Meta nuk mund të fitojë dot në listë të hapur ku për pak vende garojnë shumë ujqër të PD-s dhe PS-s në gjendje të lirë.